Ne në këto momente ecim me rrjedhën e informacioneve tona. Rreth 27.000 maturantë në të gjithë vendin do të testojnë njohuritë e tyre në provimin e gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Provimi do të nisë ditën e sotme në orën 10 dhe do të zgjasë rreth 2 orë 30 minuta. Për zhvillimin e provimit janë rreth 145 qendra ku çdo qendër administrohet nga një përgjegjës administrimi dhe nga administrator të caktuar për çdo mjedis ku zhvillohet provimi. Ministria e Arsimit dhe Sportit këtë vit ka vendosur që të ketë edhe testet personalizuara për maturantët që janë me aftësi ndryshe. Gjatë provimit ndalohet përdorimi i telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër teknologjike. Testi duhet të plotësuar me stilolaps dhe me ngjyrë të vetme dhe maturantët më pas janë të detyruar të firmosin në momentin e marrjes dhe dorëzimit të testit. Maturantët do t'i nënshtrohen pashtu provimit të lëndës së matematikës më datë 17 qershor dhe provimit të lëndës me zgjedhje më datë 24 qershor. Provimi i parë i cili në fakt ju nënshtruan maturantët të këtij cikli testimesh ishte ai i gjuhës së huaj.